Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Përshëndetje miq. Shpresoj të jeni mirë në këto kohë të vështira Covidi, me këto shkronjat e reja të alfabeteve të padëshiruara, që nuk mjaftonin që na e kanë nxirë jetën në të gjithë gjimnazin edhe shkollën e lartë në algebër edhe më the thash, po na duhet edhe që t'i vëjmë dhe Covidit emrat këtu, sepse normalisht shumica e gjërave greke është varilisht, domethënë. Po që shpresoj të jeni mirë njëherë gjithsesi, kushtojeni pak rëndësi vetes, kisha mundësinë që të flisja edhe me një nga miket e mia fundjavën që kaloi, e cila punon në një nga spitalet këtu në Berlin dhe ka të bëjë shumë me pacienta Covidit, domethënë. Mos bini pre e paragjykimeve, kështu është diçka që ekziston vërtet, domethënë është këto nuk ja vlen fare të përmendesh, po që më duket disa nuk është se kanë marrë direkt atë mesazhin. Duhet të ruhesh, plaka, kupton. Se si duhet të ruhesh zgjidhe vetë, domethënë, po që zakonisht duhet ta mbash veten me të mira. Gjithatë si puna ime që kam bërë dikur stërvitje ose sport, domethënë duhet të kthehesh prap, nuk kam pothuajse disa kohë që jam kthyer prap. E vëre që është një disbalancë me çka kam qenë edhe çka jam, domethënë, po që avash vete atje prap, domethënë, edhe nëse ka shvull neti, kalon edhe më mirë, kupton. Gjithë ata që se kanë bërë asnjëherë, pastaj merre mundimin plako, thjesht merre mundimin edhe plakëra, vetëm plakëro. Po që avash duhet të kushtosh pak më shumë rëndësi vetes, domethënë, se gjithë ky negativitet, gjithë këto viroza, gjithë këto gjëra, domethënë, thjesht ta bëjnë më të vështirë jetën, kështu që ndohet që ti kushtosh pak më shumë rëndësi, se gjë e bukur jeta. Pse të ikesh kaq i ri? Se ja ike, po pastaj. E kupton? Kot, s'di me asnjë gjë. Kështu që nuk ja vlen ai bast. Se ka gjë, se s'ka gjë nga ana tjetër. Bëjnë ai gjë sa je tani të pak. Ti je saklam. Po që kështu. Unë u ktheva e vura re, domethënë që edhe në sparring kështu nuk zgjasja fare, domethënë kishte një disbalancë të frymës që nevojitej dhe të asaj që mund të arrija të triqja me këto mushkujt e cigares, po që avash gur bëhet kalaja gjithsesi. Mundoni të ushqeni një çik më pastër, një çik shumë. Janë gjëra bazike, shumica janë dhe si puna ime, domethënë që nuk është se kanë luksin, se nuk janë më të shtëpia, apo nuk janë të gjithë në marrëdhënie, domethënë që mund të bëjnë gjërat më thjesht për njëri tjetrin, por që avash domethënë mësojnë të gjitha, kështu që është një pjesë shumë e madhe e dietës, domethënë. Edhe sado gjë absurde tingëllon, domethënë, sidomos për ata që janë pak më pesh, sikur një fije patate nga ajo suflla që ata hash më pak. Çdo 2-3 ditë, domethënë brenda një muaji bie që s'ha më fare nga ato patatet, kështu që janë gjëra që bën është thjesht duhet të jetë me baby steps, kështu avash derisa ti bësh. Si gjithë tjerët. Është pjesa në fillim, duhet të vuash një çik, do të ikë paku trurit fare, do ta uresh veten, edhe kur kalon ajo pastaj fap, je në rregull, je qiqër, ecën tret, pa big fare. Në një vitamina i gjë, qa ju duhet, qa si duhet. Me në një AG1, e që kemi sponsor. Ose që do donim da kishim sponsor, se lesh kemi. Por kemi sponsor më të mirë akoma mish. Kemi optikën më të re që do të hapet në Tiranë. Në vitin 2022, vetëm e dysha. Do të hapet në periudhën janar shkurt. Dhe mund ta ndiqni në Instagram tek Vispost Optika Vispost. Të jeni të azhurnuar, të jeni në dijenit të gjitha lajmërimeve të fundit dhe ofertave që do vinë bashkë me hapjen e optikës. Gjithashtu, aktiv është dhe një vend pune për marrëdhënien me klientin, shitse dhe këshillim edhe këto, domethënë. Kështu që shkoni në Instagram,
ose thjesht dërgoni një email tek adresa e tyre, aioptica@gmail.com, me atë profilin tuaj të super lezetshëm që keni. Do keni një super vend pune. Gjithsesi, bukur fort. Të kalojmë tash tek kurioziteti rreth ndërtimit e botës ndërtimit, sa e radhe është lidhur prapë me betonin, të dashur miq. Për shumicën e ata që nuk e dinë, betoni siç e njohim ne sot, ose me fakt cimentoja, që është ai material që mundson bërjen e betonit, siç e njohim ne sot, është për shumë vonë, është për në 1670-1730, ajo ka qenë periudha e zhvillimit të parë. Por kjo nuk është era e parë që është përdorur beton. Përkundrazi, betoni është përdorur jashtëzakonisht shumë shpejt. Majat e kanë përdorur. Në Yucatan është gjetur beton dhe disa nga këto dyshemete këtyre piramidave, domethënë që kanë ata, që ishte e gjitha me një lloj betoni, gjithmonë në relativitet, nuk është njësoj si ky që njohim ne sot. Është përdorur në Siri, pikut më 700 përpara Krishtit, dhe është gjetur edhe në Kret, tek ai pallati Minotaurit, që kemi bërë në mësim, kur se mbaj mend unë kemi pasur një si partim kështu me atë Tezeun, që vete atë me atë fillin atje e futet në labirint, vret atë Minotaurin edhe merr atë gruan edhe ikën. Ka pasur beton atje, by the way, për gjithë ata që se din. Edhe rëndshëm fare pastaj është përdorur te romakët. Kjo më duket se është diçka që një pjesë e madhe e din që romakët kanë përdorur beton, por normalisht siç ndodh me çdo gjë, kur nuk e ndan dijen me proletariatin, me njerëzit e thjeshtë, domethënë, dia humbet. Dhe me shkatërimin e Romës, me rënien e Romës, normalisht nuk ishte mjaftueshëm njerëz që kishin recetën ose që kishin informacionin e dur për të përmenduar betonin. Dhe shikojmë, domethënë që nga 300 deri në 500 pas Krishtit, edhe deri kur u zbulua prapë pastaj në 1600 e ca, domethënë nuk ka pasur beton fare. Që është fatkeqësi. Mesazhi i kësaj teme është: ndajeni informacionin tuaj me të gjithë ata që mundeni. Ndajeni informacionin sepse dikush mund t'i duhet nesër pas nesër. Nëse vdisni larg qoftë, është dikush tjetër që mund ta përdori atë më së miri. Se nuk merret dia në varr, është fatkeqësi. Gjithsesi, kjo është për këtë radhë. Javën tjetër, kurioziteti tjetër. Por të kthehemi tek çështja më hot e momentit, që është më hot e momentit. Tash më hot se e them unë, domethënë, po që gjithsesi. Para disa ditësh unë kam shkruar në story në Instagram, domethënë që është një histori anullimi, që u cancelova në një mënyrë shumë të pamëshirshme, nga keqbërësit majtist. Edhe kjo është historia ime. Gjithsesi, ishte thjesht çështje kohe, domethënë, me kaq shumë sa nuk më mbyllet goja mua, domethënë, që flas vend pa vend, ishte thjesht çështje kohe që të ndodhte. Por që në fakt mënyra se si ndodhi dhe tema me cilën ishte lidhur ishte jashtëzakonisht shumë fatkeqe dhe jam çik i zhgënjur nga kjo pjesa, domethënë. Gjithsesi le ta shtjellojmë çik, domethënë. Në shumicat e vendeve, domethënë, europiane, në mes studentëve, si nga ata që janë student full time të gjithë kohës, gjithashtu ata që janë Erasmus, domethënë që janë qëndrojnë, që i bëjnë semestër vende pa vende, bëjnë parti të ndryshme. Bëjnë parti dhe normalisht në Berlin, domethënë, ka jashtëzakonisht kultura të ndryshme. Është qyteti më pak gjerman i të gjithë Gjermanisë, domethënë. Dhe të bie rasti të njohur shumë njerëz. Edhe fokusi i kësaj historie të vogël tash janë njerëzit nga Ballkani ose studente nga Ballkani plus Turqia dhe Italia, domethënë. Ç'a ndodhi që unë kisha vënë re shumë shpesh, domethënë, në disa raste të ndryshme që kishte gjithmonë nga këta tipat e fiksuar fare, domethënë që kur flisnin me ku dëgjoj me një gjerman, me një sicilian, me një francez, me një anglez, domethënë, gjëja e parë që vjen në mend është thjesht të thoshin sa varilesh jemi ne, domethënë, si vend. Jemi kështu, jemi ashtu, mafia, doktrina, vetëm vrere. Këto nuk kishin asnjë gjë të mirë për të thënë. Edhe unë nuk e kuptoja shumë, domethënë, sepse probleme kemi të gjithë, ne i dim shumë probleme që kemi, domethënë, po që ideja është duhet të promovoheshin çik këtë pjesën tani se
duhet ja treqësh një vëmendje robi duke thënë gjëra të mira, pastaj kur e fiton ai çikve të besimin, i ngrihet edhe pak interesi për të mësuar. Ja interesoj që shifet se ne kemi këto probleme. Dhe ky ardhja në një vend ose përzierja e ideve, domethënë siç ndodh këtu me studentëve nga të gjitha vendet e mundshme, domethënë ne mund të son faktin që të ecësh pak më përpara. Domethënë sepse ti mëson diçka që nuk e dije nga një vend tjetër, ku dëgjoj. Çfarë gjë më e vogël që mund të ketë ndodhur në një vend tjetër. Ai që ka një çik mend, domethënë ose që ka atë dëshirën të paktën për të lëvizur diçka, mund të bëjë thjesht një projekcion të vogël se si mund ta implementosh këtë në atë vendin tënd. Po gjithsesi domethënë. Kjo është ideja në bazë se kam unë që gjithmonë një herë me të pozitive, pastaj me negative, domethënë, sepse nuk ka çdo njeri interesi të dëgjojë ato budalliqe që ke për të thuar ti apo që ke për të thënë ti dhe të thoj pastaj okay. Ti më the mua gjithë këto budalliqe tash, po unë prapë të dëgjoj se kam interes edhe pse po më thua që kjo është kaq varilesh, domethënë. Edhe gjithmonë unë e di shumë mirë tani, domethënë, edhe kështu që them unë edhe në disa gjëra në disa poste të tjera që kam komentuar ose që kam bërë, domethënë gjithmonë thon po që ku di që ti ke Europlak, ti e rregull, ju s'keni asnjë lloj probleme, ju vilni lekët nga pemët aty, domethënë, nuk keni asnjë lloj problemi human, domethënë. Edhe me qenë se nuk jeni këtu, jeni tradhtar, jeni larguar nga kjo vuajtje dhe nuk ju takon më që të flisni për këtë gjë. Që është diçka shumë e gabuar, për shembull, dhe shumica e tyre që jetojnë jashtë vendit, më mendoj se e kuptojnë atë ndjesinë që kur je në një vend që nuk ke për të qenë asnjëherë në shtëpinë tënde, sado të integrohesh në kulturën, domethënë sado i mirë të jesh, nuk ta jep asnjëherë ndjesinë. Se mund të jetë mut Shqipëria, sa do doj, domethënë, po ka është atë ndjesinë e shtëpisë, atë ndjesinë e familiaritetit, domethënë, është diçka që unë nuk mendoj akoma se kam kapacitetin për ta shpjeguar me fjalë kaq thjesht. Edhe daku edhe ne nuk kemi nuk është se jemi të repreza këteja, ne aty jemi rritur, kemi qenë 18 vite të jetës sonë, domethënë gjithë familjen aty e kemi gjithë fare fistin, kështu që nuk kemi aq të shkëputur. Fakti që ikën diku që të mbledhesh një kapital ose të bësh një shkollë më të mirë, më të hajrit, nuk do të thënë sepse që ti u largove komplet nga ajo kulturë nuk të jepet më të drejtë. Plus nuk është prona jote. Mund të flas për çfarë më do të trapi mua, domethënë basically. Po gjëja që s'kuptojnë këta Europë, domethënë është se ndryshimet më të mëdha në fakt që kanë ardhur në Shqipëri nga diaspora kanë ardhur, e kupton? Me shumë figura të rilindjes e të gjitha. Ato thonë që dale tash. Dale buri dhe tani se nuk je figurë rilindje ti. Mirë, normalisht, e kupton, unë mbase nuk jam figurë rilindje, e kupton, as nuk do jem ndonjëherë, as nuk kam për t'ja dal kur për të arritur për të ndryshuar diçka. Po matematikisht ka edhe një shans të për shembull që do ja dal më shumë, do bëm më i madh për se mos e ndjen 13 e kupton? Çfarë bën vaki? Rumbullake është. Si dihet asnjëherë. Po s'është ky thelbi. Thelbi është që duhet të përpiqesh. Kupton? Bën gjë. Aty ka është ajo ideja e këtij Homo sapiensit, domethënë që ta provosh o plak. Ta provosh. Ti se di fare çfarë ndodhi. Po nuk e provove, nuk e di. Asnjëherë. Kështu që gjithmonë duhet të merresh me këto gjëra. Është pjesë e jotja, sa do të ikësh, iki sa të duash, largoju sa të duash atij fakti. Përardhja jote, shteti jot, vendlindja jote është pjesë e jotja. Për gjithmonë. Ata që mohojnë këto janë duke gënjur veten. Keq fare. Na dëmtojnë si shoqëri, domethënë, por që në më shumë dëmtojnë veten e tyre, se mohojnë një pjesë të tyre shumë të madhe, që është thellë në bërthamën e tyre, se çfarë është vërtet. Po këto njerëz pastaj janë, nuk e di, për mendimin tim janë një çik të papjekur, kështu që okay, ky vendi është varilesht, shikoni ju gjermanë, francezë sa varilesht është ky vendi, po unë nuk jam kështu. Se unë që ika, unë jam më i mirë se ai vendi, unë prandaj ika, e kupton? Edhe juve do të dini vetëm varilesht për atë vendi. Edhe çdo gjë e mirë jam unë. Edhe unë ika erdha këtu sepse ju jeni të gjithë mirë. Ai gëzon vetes me lloj budalliqe me asocialitetin edhe me shpejtësinë e jetës këtej. Edhe sakrifikon gjithë atë familiaritetin që të ofron kultura jugore. Në përgjithësi e Europës, jo vetëm në Shqipëri. Se edhe në këtë rast nuk ishte asnjë lloj kancelimi për Shqipërinë. Mas njoha disa nga këta tipat kështu, domethënë që kështu turqe, italian, një dy edhe grek edhe kështu që thoshin që
varilesht, unë i ka prej atij vendit, nuk dua të trakoj më as italian as grek, tani kam ardhur këtu për të takuar vetëm nga vendet e tjera, domethënë dhe nuk më intereson më ajo. Edhe çdo gjë që vjen në mendje, që doktrina, jo feja, jo mentaliteti, thash plako, seriozisht si ka mundësi, domethënë që çdo gjë që del nga gaja jote është kaq vrer, kaq negative, domethënë. Jo, sepse ata janë të ngelur mbrapa dhe nuk po ecin me hapin e kohës, like what the fuck, virtue signal. Është mërzitshme kjo gjë, kupton, është thjesht një lloj katastrofe minore, domethënë që kur mblidhen të gjitha individët bashkë dhe bëjnë atë masën, domethënë vërtet mund të sjellin një dëm të madh. Pastaj nuk mund të jetosh jetën ashtu vetëm duke u fiksuar me këto gjërat negative, kupton? Se ja, për shembull, një paralelizëm është që është fiksi algoritmi i YouTube-it, e kupton? Unë që shikoj vetëm këto compilation për shembull me çan MMA fights apo ku dëgjon bitat, stand-up comedy apo kështu, vetëm atë feed kam në YouTube. E tash edhe në jetën tënde plak po fiksove me të gjitha gjërat negative. Kado që të kthesh kokën ti, domethënë kërkon me ngulm atë negativitetin dhe atë pjesën që të mundson ty të qahesh pak, vetëm ato do të dalin normalisht. Njëjti algoritëm është. Po fiksove me gjëra negative, është 100% e sigurt që atë vetëm ato do shoh. Ton sepse vëmendja jote vetëm për ato është. Por që gjithsesi sa herë që mundohesh të promovosh, domethënë shoqërinë e sotme, sidomos kthehesh fatkeqësisht quhesh nazist, quhesh nacionalist, quhesh i djathtë, radikal, e kupton, vetëm për faktin që thua që plako fol një fjalë të mirë. Dhe me këtë ka lidhje e gjitha kjo. Si gogol kështu. Përa një post në Facebook në lidhje me të temën, në grupin në Facebook, në të cilin u bë posti, quhet The Balkans Group. Domethënë është një grup që ka çdo lloj robi që është nga Ballkani ose me përardhje nga Ballkani që jeton në vend tjetër. Dhe në këtë post unë po thosha që si ka mundësi që ne kemi kaq shumë njerëz, domethënë, që vetëm nxjerrin vrerë. Pse është kaq e vështirë të duash vendin tënd? Dhe pse është kaq e vështirë të mendosh për disa gjëra pozitive përpara se të fillosh me atë vrerin tënd, domethënë. Edhe në vazhdim e argumentit bëra një paralelizëm kështu, domethënë, si të gjysmë sarkastik që thonë që u larguam nga toksiciteti i vendeve tona, domethënë, nga ai mentaliteti mykur edhe nga doktrina fetare edhe nga këto. Edhe kur vin te dynden në pila edhe në McDonald's edhe në Tekno edhe këto të gjitha kjo paketa kanceronse, domethënë që është kështu wasted life këtu. Edhe duken sikur kanë bërë një përmirësim të madh, domethënë, duket sikur kanë ecur përpara, në fakt është një njëjti mut, thjesht ka një ngjyrë tjetër në këtë rast. Edhe kjo ishte ajo që i bëri ata njerëzit që ore iku truri fare, po. U kapën me çdo gjë tjetër, domethënë përveç mesazhit. Vetëm ato që doja të thoja unë, domethënë, shumë pak veta e kuptuan. Edhe u bë keq me koment aty, ju, kështu që janë këta social warriors, domethënë, ju, jo, po pse ju gjykon ti, apo kështu, jo, po ti janë deti e kështu. Ishin disa individ për shkakun që e mbështeten si mendim edhe që hodhën teza që okay, mund të jenë njerëz shumë të rinj sepse kur je shumë i ri i ke ato ide të gjitha të tjera, domethënë, po ishin këta të tjerë domethënë që ankoheshin jo po kështu, sepse këtu është shit, lëri njerëzit të bëjnë çfarë duan, kush e ti që i thua se si duhet të sillen njerëzit dhe çfarë do të bëjnë njerëzit, like literally plak, unë dash një mendim që pse është më mirë të promovosh, jo të flasësh vrer, edhe kjo që thash unë për këta tipat koklejla përkthej që unë po i them atyre se çfarë do të bëjnë ata me jetën e tyre. Gjithsesi kur kaluan ato 100 në komentit, domethënë vajnë 150 kështu, mbërritën në sallën e luftimit social warrior, në shqip luftëtarët e shoqërisë ose apo social justice warrior. Gjithsesi janë disa tipa kanceros që bëjnë sikur flasin në emër të gjithë komunistëve anë mban, domethënë, edhe normalisht këto dyja që u aktivizuan ishin dyja goca, njëra malazeze, tjetra serbe, domethënë, dhe nuk u morën fare me ata që kisha shkruar unë, thjesht bën diçka që mua s'ma kishte pritur mendja fare, domethënë, asnjëherë. U futën për akauntet e mia private, me foto gjëra, domethënë i morën, i shpërndan atje, edhe me ku dëgjova me kopertina, me të gjitha. Një nga këto ishte foto e kopertinës time në Facebook, e cila është thjesht një nga këto si thon festimet e Ilirisë, diçka të tilla. Është diçka që unë thjesht e kam qejf, domethënë ta kem atje, domethënë se ndihem i përfaqësuar nga ajo. Edhe me këtë tipi, domethënë, unë ora akuza, domethënë që jam një nacionalist ekstrem shqiptar
që mendoj se të gjithë popujt e tjerë nuk kanë vend në Ballkan, në të gjitha këto, të gjithë paketa, domethënë se nga këta njerëz ka, të themi të drejtën, domethënë ka shumë njerëz që për çdo gjë që të mund të dali, domethënë thonë shqiptar ose ne jemi pellaz, ne jemi ku digjon, lloj budalliqesh ça i vetë aty në mendje. Por unë në asnjë moment në gjithë historinë time në këtë grup, domethënë nuk jam bërë pjesë këtu. Kundërti kam qenë gjithmonë pro dhe kam komentuar dhe kam shpërndar ato pak poste që kanë qenë mes bashkëpunimit, sidomos mes Greqisë, Shqipërisë ose Serbisë dhe Kosovës, domethënë. Por që gjithsesi, ajo që e nxeu situatën fare, domethënë, ishte thjesht një fjalë që e përdora unë, që i thash, unë nuk kam përdorur asnjëherë asnjë nga këto argumenta. Unë nuk kam bërë asnjë postë të tillë dhe unë nuk e ul nivelin e bisedës në nivelin tuaj, vetëm se unë doni të më nxjini mua keq, domethënë, për të vetmi fakt sepse nuk i pëlqeu argumenti im, sepse ju nuk bëni dakord me mua. Dhe kjo ishte mjaftueshëm për të më bërë mua blok. Ishte një pjesëtar që kisha bërë jashtëzakonisht shumë poste, kisha dhënë atë kontributin tim. Me aq kohë, me aq fuqi sa kisha, domethënë me të gjitha. Edhe kështu. Edhe me dhimbshmja e të gjithë kësaj pjesës, domethënë është fakti që aty në atë grup janë 2 administratorë shqiptarë, ose të paktën një Shqipërisë e tjetri Kosovës. Edhe nuk u ndjen fare në asnjë momenti. E kupton, unë kam ditë kontaktova dhe më vonë që shifis më bën blok të plak, e kupton. Dhe do thonin ndonjë gjë apo jo. Edhe nuk ka ashtu fare, domethënë. Është diçka është aq absurde, domethënë sa të vjen të qeshësh sepse nuk përbën kuptim. Që ne shtypemi kjo është një tradicion atë grup, domethënë gjithmonë kur postet më të bllokuara, domethënë ose postet që fshihen gjithmonë janë në shpërpjestim nga postues shqiptar, domethënë për vetëm fakt se një serb thotë që po se këtu është Serbia apo kështu, fillon argumenti në komente edhe bllokohet. Edhe këta 2 tipa tani që kanë vendosur veten tjenë administratori i kësaj, domethënë nuk mendojnë se duhet të përfshihen me asnjë lloj. Edhe është trisht që rinia, shumit atyre janë në moshën time ose pak më mëdhenj se unë, që është akoma më keq në fakt. Është një gjë shumë e trisht që rinia është kaq e pa gatshme, domethënë të përqafoj këto argumentat ose një person që nuk mendon si ai, domethënë. Edhe gjitha kjo thjesht përforcon atë argumentin tim. Të gjithkohës, domethënë që vetëm se nuk i pëlqen diçka e sharojnë, e heqin nga tregu komplet, domethënë. Atyre nuk i pëlqen kultura dhe nxjerrin vlerë, tyre nuk i pëlqen argumenti, edhe të bëjmë blok komplet, domethënë. Edhe fix janë siç ishte ai paralelizmi me pila edhe McDonald's, domethënë, kjo thjesht e përforcon. E unë kam thënë diku më përpara që në Ballkan, unë di se ishte vetëm në Shqipëri kjo, po fatkeqësisht që nga në Ballkan. Për ata që dëgjojnë podcastin e çunave, që nëse se dëgjojnë duhet ta dëgjoni se s'bën, se çunat janë shumë lart. Besi ka një bit me një maroken, domethënë që gjasme nuk e di, është sa saktë është, siç po e them unë, po parafrazoj pak, që okay, rafin atë edhe vetëm gjë që i veten në mendje shqiptarëve, domethënë pa pyetur se ç'a ndodhi, edhe pse ai e kishte bërë veten, domethënë se kishte bërë krim apo ku dijon, kishte thyer rregulla apo kishte bezdisur rob në kështu, thonë që ja, sa kafshemi ne, jemi urejmë kështu, jemi të pasjellshëm, të gjithë vetëm e shajnë veten e tyre. Dhe unë këto e kisha krijuar atë idenë se okay, është gjë shqiptare, domethënë që e shajnë, vdesim ta shajmë. Po është sindrom me vendeve të prahambetura, të gjitha vendet e prahambetura, domethënë i kanë këta derat, këto vemjet e shoqërisë, domethënë që mendojnë domethënë se jemi më varileshtë dhe nuk ka më asnjë lloj shpresë. Edhe janë në fakt persona që drejt të rinë të flasin drejt, nuk ja hapin asnjë gjë shoqërisë, asnjë gjermani nuk hyn për asnjë punë për asnjë gjë. Do hyn punë për ato 3-4 vite që do pinë një bar me atë gjermanin, domethënë, dhe pastaj kur gjermani ti vëj rregullat. Kur ti vëj gjërat e tij në vi, i ka lek nga babi, merret me investime, ta vë jetën në rregull, ky duhet akoma duke pirë bar, sepse ky nuk e ka një kapital. Sepse gjatë gjithë kohës kur të gjithë të tjerët merreshin me të vënë gjërat e tyre në rregull, ata i është marrë duke u ankuar. Se sa varilesht është dhe se si e kanë fajin të gjithë të tjerët për atë që ka bërë ai. Po më gjëja më e vështirë për ty ashtu, domethënë që sa pak mbështetje kisha unë në atë pjesë ku nuk përmenda asnjë lloj gjëje, asnjë lloj denigrimi për asnjë lloj kulture tjetër në Ballkan. U akuzova nga një malazez dhe nga një serbe si radikal nacionalist dhe racist, literally e shkruar, edhe asnjë rob, domethënë, nga këta që janë
administrator ose nuk po flas ai robi që e shikon postin, ai është në qefin e vet, ai mbasi thotë që shisa budallën janë ata që merren me këto gjëra, e kupton? Nuk ka të detyrë asnjëri. Po këta që kanë vënë vendin në atë pozicion që gjasme të reprezentojnë një pjesë të antarëve të grupit, domethënë, është e trisht kjo, kupton? Është nuk e di. Po që gjithsesi, kam lexuar shumë, kam dëgjuar shumë për këtë cancel culture, po që ishte një ndjenjë tjetër kur e provoj e vet. Po që këtu kemi ardhur në 2021 të akuzohesh ka një serb për racizëm, është diçka që vetëm në këtë periudhë që jetojmë ne mund të ndodhi tash. Por nëse gjithsesi domethënë kjo ishte e gjitha që ndodhi, edhe unë fatkeqësisht mendoj që kjo do hapet më shumë. Është në të gjitha trendet për shkakun që dalin në Amerikë, përderisa pavarësisht se atje tani po shuhet avash, por në Europë gjithmonë më vonë. Edhe kjo cancel culture për momentin e ka kulmin. Disa prezantuese, disa këngëtarë domethënë janë kanceluar, janë hequr dhe janë anulluar. Sepse vetëm për faktin se ku dëgjon kanë bërë një batut më përpara, kanë pasur një shaka që ka qenë pak e zezë, ka qenë bërë diçka për çifut apo gjë se ata i kanë çifut, mos thuaj asnjë gjë, literally asnjë gjë se e dojë jetën domethënë, apo ku dëgjon kanë bërë një beat për homoseksuale, çfarë lloj gjëje minimale që të kenë atë. Pam, i hiqet çdo lloj gjë. Edhe kjo është në kulm këtu për momentin domethënë, kurse në Ballkan unë mendoj se tani sapo fillon. Edhe do filloj aty, do ketë një arritje kulmuese, domethënë, po që asnjëherë jo si këtu tonë, se ore shoqëri zoti nganjëherë kemi probleme, se kot nuk thon pleq pa probleme mos na lën, pa halle mos na lën, pak në ato që i përballojnë. Ne kemi halle të gjitha të tjera, domethënë normalisht nuk ka për të bërë kërdin kjo si epidemi, siç po e bën Covidi, sepse robt nuk do i marrin shumë seriozisht këto. Por që prap është argëtuese fakti domethënë që se si ne marrim në fillim edhe që i marrim me shumë qejf gjërat më negative të kujt. Gjërat që ne kemi më shumë për zemër e tyre janë gjërat më varilesh të mundshme. Vetëm këto gjëra që janë kështu pseudosociale, që janë gjëra që i japin një buff egos. Po që në të vërtetë nuk është se si ndaj një impuls shumë të madh. Në vend që të krijohet një lloj si ta themi, një lloj shitje blerje idesh dhe kulturash mes vendesh ku dëgjon, një sistem ekonomik, një sistem politik apo një ide filozofike, si të ndryshojnë të, si të ndryshojnë atë, ne merremi me top budalliqet. Se tha ky, se tha atë, e kupton, bëjmë ndonjë përputhje, bëjmë ndonjë Big Brother, e kupton. Edhe ju tash që mos e ëngshi drekën, që na keni çfarë trapin tash drejt muhabeti tash na vjen keq që flasim kështu, po tani seriozisht e keni, nuk i vjen çik zor nga vetja apo nga do që kthen syt në Instagram Big Brother, Donaldi, Trixi, Xi, çfarë ka ajo. Po jemi nuk e di unë çfarë jemi. Po kemi probleme, kemi probleme shumë të tjera domethënë. Mirë se kjo është showbiz, normalisht këto do shifen gjithmonë domethënë, do komentohen domethënë, nuk ka ndonjë gjë negative. Negativiteti fillon te pjesa që për gjërat që janë serioze nuk bëhet minimumi as sa gjysma e zhurmës si bëhet për këto. Se bën, nuk jam në askush të them dikujt që mos shifte, mos shif atë. Shifë kënaqur çfarë duhesh bëj, kupton ku dëgjon, pirë dhe jetën tënde. Mos hap bukë vetëm për Big Brother. Nuk më intereson shumë. Në rrocon ashtu. Ideja është që për ato probleme që të shqetëson për ditë plak, kur të del rroga në fund të muajit apo nuk bëhet këtu, nuk bëhet aty. Ose s'u flasim për to. Se nuk flasim çik për një debat, se nuk bëjmë një debat sociokulturor, se nuk bëjmë një lloj ide biznesi, një lloj show i biznesi ku ti. Po nuk marr vesh nga ato, nuk jam i fushës. Unë ditën ndërtoj, nuk marr vesh nga ato showbizit domethënë. Po që shiko, normalisht mediat janë në kompani private dhe janë për të, po sidomos tani televizionet e mëdha, një përgjegjësi publike e kanë tash se nuk mund të bëjnë tash 4 përputhje të ndryshme, 3 Big Brother të ndryshme, e kupton. Edhe ngeli populli vënit, po shturmën për ide, nuk kemi mjaftuar shumë në emisione edukative. Vetëm nga që e marrin të gjithë kancerozet vëmend, edhe nuk përpiqet asnjëri tjetër pastaj të bëjë kështu. Është një Marin Mema për shembull, dhe ai është Diego me kalimin e kohës. Nuk ka çaj inputi. Në 85% e rove jam shumë i sigurt që nuk e din fare se çfarë janë Arvanit, që është fatkeqësi kombëtare. Mos sa di se çfarë. Atë artikullin që lëdova para ca kohësh. Shumica e adoleshentëve nuk i njohin figurat e rilindjes, ose shkrimtarët ose politikanët, domethënë shqiptarët të historisë, se bashën e Thaliun vdesin normalisht. Edhe ato të PS-së janë ata, kupton se aty i marrin sufllaqet. Mos diskush në Remjeta, mos diskush në Gjerfishta. Do thonë një oblion. Na çave trapin plakë, kupton se ky podcast është për qef. Ky podcast është ashtu si e mendoj unë, domethënë unë dua të bëj diçka që
më kënaq mua në fillim, edhe që kur ta shohun pas disa kohësh, domethënë që kur do të ndaj në pension, thjesht të jemi kënaqur, domethënë që të më reprezentoj vërtet mendimin tim të pavarur. Në ky është mendimi i pavarur, që dikush duhet të bëj diçka që të ndrojë të rrym, sepse është ne kemi shumica e studentëve që janë këtu me mua, për shembull, po ta krahasosh me adoleshentin ose me studentin normal gjerman, jemi pak më të ditur, domethënë, për vetëm sistemi shkollor që kemi pasur por dhe mangësive të show që ka pasur në Shqipëri, domethënë gjithmonë kemi parë kur kemi qenë të vjeçur kështu Italia 1, kur dëgjon Rai 2, Rai 3, edhe ZDF-ra, këto budalliqet. Edhe normalisht kemi rënë në kontakt me kultura të tjera në mënyrë të vogël, po kemi rënë në kontakt shpejt. Kurse tani domethënë që nuk ka mundësi tani domethënë që të bëhen kështu grupe që të diskutojnë për puthën apo grupe që të diskutojnë. Kur nuk ka asnjë grup që dëgjon, që të diskuton në ide filozofike, ide politike. Po pak me sa di unë, se unë thua ti, plako, e ke fajin vet, sepse ti ke para ato. Po të kërkosh ka ato. Edhe mos e thuash apo, ke drejt, sepse nuk kam gjetur. Kam kërkuar disa herë domethënë për grupe që kanë një çik kualitet kontenti, por që deri tani s'kam gjetur, dhe mbase nuk kam kërkuar mjaftueshëm. Por fakti që këto dominojnë, domethënë është një çik e trisht. Se mbaj as mirë mend tash se sa herë kam thënë të fjalën e trisht sot, po që nuk i di. Po ja, po e lë kështu si të hapur, domethënë mendojeni një herë kështu, bëni kështu ziuni me shokun tavolinë, kë hëngri Donaldi, po shumë e kanë. Edhe kur të mbaroni me ato, po ju doli koha. Thoni në një herë rresh kështu të gjergj fishtit. Ai se u bëm shumë depresiva fare tash, po gjithsesi. Mendimi se të shifni përputhen me Black Layer, po unë jam nuk marr vesh fare, nuk shihni përputhen kënaqur të Big Brother, Fifi, janë shardhmja. Kënaqur. Hajde pra. Gjithë mirat edhe mire befshi. Ciao.